informacioni ka të bëjë me numrin e llogarisë personale, me certifikatën personale dhe mundësinë dhe certifikatën personale dhe numrin e llogarisë. Këto janë dy çështje të cilat i depoziton në këto çështjet e mia dhe tatimet teknikisht mbas këtij informacioni duhet të nisin lekët në këtë llogari bankare. Pra, vetë procesi i bërjes së deklaratës, kjo është përpilimi i deklaratës. Është shumë formulari. Pra, ky është përpilimi i formularit dhe ndërkohë nëse kthehemi mbrapsht, është në këtë portal bëhet regjistrimi i të dhënave tek çështjet e mia i numrit të llogarisë që tham dhe i certifikatës familjare. Po, atë që harrova në fakt ishte që në qoftë se neve kemi bërë ndonjë kurs për gjuhët e huaja, nëse kemi bërë shkollimin e fëmijëve dhe plotësojmë kriteret për të marrë rimbursim për këtë gjë, atëherë ne japim informacion në këtë portal edhe për pagesat e bëra dhe institucionet se ku është bërë trajnim. Mekanizma të cilët në fakt e kthejnë individin në një agent tatimor në mbrojtjet e interesave të shtetit. Dhe këto janë shumë të mira. Unë i mirëpres të lloj. Është një formë incentive e cila ndihmon mirë administrimin e detyrimeve tatimore në Shqipëri.